Mirë se erdhët të dashur Peshqi në Letra të Fenj. Jam Diana, për ata që nuk e din, dhe do bëj leximin e juaj të radhës. Peshqi të dashur, java juaj fillon me një mësim shumë të rëndësishëm. Ekuilibri është një person i ndarë në dysh, bardhë dhe zi. Nuk është diçka që vjen vetvetiu, por diçka që krijohet çdo ditë me zgjedhjet që bëni, të dashur Peshqi. Shumë për jush kanë kaluar një periudhë ku kanë vrapuar pas shumë gjërave, njëkohësisht keni dashur të kënaqni familjen, apo partnerin, apo punën, miq, dhe në fund dita ka mbaruar pa bërë asgjë për veten tuaj. Kjo letër ju thotë të ndaloni pak dhe të pyesni veten, ku po shkon e gjithë energjia ime? Peshqi, nëse ndjeni të lodhur, mos e detyroni veten të vazhdoni vetëm sepse mendoni se duhet. Nëse dikush kërkon më shumë nga se mund të jepni, mësoni të vendosni kufi pa u ndjerë në vaj. Në dashuri mos jepni gjithmonë ju hapjen e parë. Lerini edhe tjetrin të tregoj interes. Nëse është në punë, mos e merrni çdo përgjegjësi mbi supe, vetëm sepse jeni njeriu i mirë. Sepse njerëzit e drejtë nuk janë ata që sakrifikojnë gjithçka për të tjerët, por ata që dinë të jenë të drejtë dhe me veten e tyre. Mbreti i tokës, të dashur. Kjo është një nga letrat më të forta për stabilitetin dhe të ardhmen e juaj. Këtë javë mund të filloni ta shihni jetën me shumë pjekuri. Mund të mendoni për kursime, për një investim, për një punë më të mirë, ose për mënyrën se si administroni paratë. Edhe nëse nuk keni shumë, kjo letër ju kujton se nuk ka rëndësi sa fitoni, por si i menaxhoni ato që keni. Nëse dikush ju propozon një projekt ose bashkëpunim, mos shikoni vetëm fitimin e shpejt. Shikoni nëse ai projekt ju jep siguri edhe pas disa muajsh. Nëse jeni duke kërkuar punë, mos pranoni të parën vetëm sepse keni frikë se nuk do të vijë një tjetër. Durimi këtë javë do t'ju shpërblej më shumë se sa nxitimi. Dhe pasaj vjen letra e përmbushjes. Kjo letër tregon se një cikël po mbyllet. Për disa për jush mund të jetë fundi i një shqetësimi që ju ka lodhur prej kohësh. Për të tjerët mund të jetë fundi i një pritje, i një konflikti ose i një mënyrë të vjetër të menduarit. Mos keni frikë të lini pas atë që nuk funksionon më. Ka njerëz që mbajnë një punë vetëm sepse janë mësuar me të. Ka të tjerë që vazhdojnë një lidhje vetëm nga frika e vetmisë. Ka edhe nga ata që mbajnë pranë njerëz që prej kohësh nuk u sjellin më paqe. Kjo letër ju thotë se jo çdo fund është humbje. Ndonjëherë është hapi i parë drejt një fillimi shumë më të mirë. Vazhdojmë të dashur Peshqi me mbretin e ajrit. Këtë javë do të fitoni shumë nëse mendoni me qetësi. Emocionet mund të jenë të forta, por vendimet duhet të merren me logjik. Nëse merrni një ofertë pune, lexoni çdo detaj. Nëse dikush ju premton shumë, bëni pyetje, interesoni, analizoni. Nëse lind një debat, mos reagoni menjëherë. Shpesh përgjigjja e dhënë pas një ore vlen më shumë se sa ajo e dhënë në sekondën e parë. Edhe në jetën personale, mos krijoni histori në mendjen tuaj, pa folur më parë me personin tjetër. Sa marrëdhënie janë prishur nga keqkuptimet dhe jo nga mungesa e dashurisë, të dashur Peshqi. Pas letrës së mbretit të ajrit vjen zemra. Quhet ndryshe kjo letër flet për ndjenjat, por jo vetëm për dashurinë romantike. Flet për mënyrën se si e trajtoni veten dhe njerëzit që ju rrethojnë. Nëse jeni zhgënjur nga dikush, mos lejoni që ai zhgënjim t'ju bëjë të dyshoni tek çdo apo secili njeri tjetër. Çdo person është një histori me vete, të dashur Peshqi. Nëse jeni në lidhje, gjeni kohë të flisni për gjërat e bukura, jo vetëm për problemet. Nëse jeni vetëm, mos mendoni që koha juaj ka kaluar. Ndonjëherë njerëzit më të rëndësishëm hyjnë në jetën tonë pikërisht kur kemi pushuar së kërkuari me ngulm. Gjithashtu, mos harroni familjen dhe miqtë që ju kanë qëndruar pranë.
Një telefonat, një vizit apo një falënderim i sinqert mund të vlej më shumë apo shumë më shumë se sa e mendoni. Dhe destiny, fati, ja ku është këtu. Leximi mbyllet për ju me një letër shumë premtuese, por kjo letër nuk flet për fat të verbër, flet për mundësi që krijohen nga zgjedhjet e juaja të dashur peshqi. Këtë javë mund të ndodhë diçka që në fillim ju duket e vogël. Një njohje, një telefonatë, një ofertë, një ide ose një takim krejt rastësor. Mos se ignoroni. Sipas shpesh ndryshimet më të mëdha në jetë nuk vinë me bujë, absolutisht. Filloj me vendime të vogla. Të them, qatë ditë që i kushtojmë rëndësi gjërave të vogla, aty do kuptojmë rëndësinë e tyre. Nëse ndjeni se është koha për të bërë një hap përpara, bëjeni. Fati nuk i ndihmon ata që presin gjithmonë momentin perfekt apo kohën e duhur. Ai ndihmon ata që janë gati të veprojnë kur ajo derë qofte e hapur dhe kaq. Pra, të dashur peshqi, kjo javë ju fton të krijoni ekuilibër, të ndërtoni siguri, të mbyllni me qetësi atë që ka përfunduar dhe të besoni shumë apo më shumë tek zgjedhjet tuaja. Sa më shumë, sa më pak në fakt të jetoni për të pëlqyer të tjerëve, apo sa më shumë të bëni, aq më shumë do jetoni sipas asaj që ju sjell vet apo që dëshironi vet, qetësi. Aq më shumë do ta ndjeni se jeta po fillon të lëviz në drejtimin e duhur, të dashur peshqi.